السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam ki mohabbat ilahi ke Ngjarjet që tregojnë dashurinë hyjnore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë të panumërta. Madje çdo veprim dhe çdo episod i jetës së tij dëshmon se në zemrën e tij dallgëzonte për herë një oqean dashurie për Allahun. Një pamje shumë e fuqishme e kësaj dashurie dhe e këtij zjarmi shpirtëror shihet qartë në betejën e Uhudit, ku shfaqet një formë e veçantë, e thellë dhe e jashtëzakonshme e dashurisë hyjnore. Në një rrëfim thuhet se Hazrat Bara Rafen në ditën e Uhudit përballëm me idhujtarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam caktoi një grup shigjetarësh dhe emëroi Hazrat Abdullahun si komandant të tyre. Ai i porositi duke theksuar: mos u largoni nga vendi juaj, edhe nëse shihni se ne kemi triumfuar ndaj tyre, mos u largoni. Edhe nëse shihni se ata po triumfojnë ndaj nesh, mos vini për të na ndihmuar. Pra, qoftë në fitore apo në humbje, ju nuk duhet ta lini vendin tuaj. Kështu i tha profeti komandantit. Në vazhdimin e ngjarjes, aty ku arrin kulmi i këtij rrëfimi, shfaqet qartë se çfarë zelli të jashtëzakonshëm për dashurinë hyjnore kishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Transmetuesi thot: kur përplasja u zhvillua, armiku u tërhoq dhe iku, aq sa un pash gratë idhujtare duke ikur drejt maleve. Ato kishin ngritur rrobat mbi këmbë dhe byzylukët e tyre në këmbë po shkëlqenin. Atëherë disa musliman filluan të thërrisnin: plaçkën e luftës, plaçkën e luftës. Hazrat Abdullah, komandanti i shigjetarëve, u përpoq t'i ndalte dhe u tha: profeti sallallahu alaihi wasallam ka porositur që të mos lëvizim nga vendi ynë. Por ata nuk e dëgjuan. Kur e lanë kodrën dhe u drejtuan për të mbledhur plaçkën e luftës, Allahu u largua prej tyre. Domethënë, ata nuk e gëzonin më ndihmën e Zotit, nga që ju kushtuan vëmendje plaçkës së luftës. Lufta mori kthes, armiku sulmoi sërish dhe 70 musliman ranë dëshmor. Gjatë kësaj kohe, thot transmetuesi, profeti fisnik sallallahu alaihi wasallam së bashku me disa sahabë kishte gjetur streh në shpatin e malit. Ebu Sufjani u ngjit në një vend të lartë dhe thiri me zë të lartë: a është Muhamedi mes njerëzve? Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi: mos ju përgjigjni. Pastaj e pyeti: a është mes jush biri i Ebu Kahafas? Sërish profeti tha: mos ju përgjigjni. Pastaj tha: a është mes jush Ibn Hattabi, pra Omeri? Kur nuk erdhi asnjë përgjigje, Ebu Sufjani tha: të gjithë janë vrarë. Sikur të ishin gjallë, do të ishin përgjigjur. Në këtë çast, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu nuk arriti të përmbahej dhe thirri: o armiki Allahut, ke gënjur. Allahu e ka mbajtur gjallë atë që do të poshtroj ty. Atëherë Ebu Sufjani brohriti lavdi i Hubelit, pra ishte idhulli i tyre.
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Kur e tha këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam u shqetësua आया तुम इसका जवाब दो। shumë dhe tha, përgjigjuni atij. साहबा ने अर्ज किया, Sahabët e क्या pyetën, जवाब? çfarë të themi? आपने फरमाया कहो Ai tha, thoni, Allahu është më i larti dhe më i madhi. अबू सुफियान Abu ने कहा, Sufjani i tha, हमारे लिए ne kemi Uzzan, हमारे लिए कोई उज़्ज़ा ndërsa ju nuk keni Uzza. Pra, edhe Uzza është një idhull tjetër. नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, përgjigjuni atij. साहबा ने पूछा क्या कहें? Çfarë të themi? E pyetën sahabët. अल्लाह हमारा मददगार Ai tha, thoni, Allahu është ndihmtari ynë, ndërsa ju nuk keni asnjë ndihmës. Pra, kur prek çështja e nderit të Allahut dhe dashurisë për të, आपने अपनी जान की profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u merakos as pak për jetën e tij, साहबा को हुक्म दिया duke i urdhëruar sahabët të përgjigjeshin armikut. पहले हिकमत से Deri më parë, për arsye urtësie dhe strategjie, ai kishte urdhëruar të heqnin, por sapo u ngrit slogani i shirku dhe u cenua madhështia e Allahut, ai urdhëroi menjëherë që të jepë përgjigje. साहबा Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu ka shkruar gjithashtu për këtë ngjarje historike, ai thotë, ata sahabë që kishin qenë rreth profetit, të cilët qenë sprapsur nga kundërshtarët, tani ishin grumbulluar sërish pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. यानी साहबा आपके जिस Ata e morën trupin e tij të bekuar साहबा जमा dhe Ubejda bin El Jerahu, njëri गिर पड़े थे prej tyre, nga që profeti साहबी उबैदा sallallahu alaihi wasallam kishte humbur ndjenjat dhe kishte rënë për tokë. सर में Dhe thot Ubejda bin El Jerahu, njëri prej tyre, me dhëmbët e tij e nxori me forcë gozhdën që ishte ngulur në kokën e profetit. Nga kjo Ubejda si ran dy dhëmb. बताया मैंने Pas pak qastesh आपने होश आने profeti ju kthye vetëdia, siç u thash më herët, nga plagat e shumta profeti kishte humbur vetëdia. Sahabët menjëherë dërguan kumtues në të gjitha anët që t'i mblidhin muslimanët. Pra armiku e kishte përhapur lajmin se profeti i Madh Allah kishte rënë dëshmor. भागा हुआ लश्कर Ata filluan të grumbulloheshin फिर जमा dhe më pas profeti sallallahu alaihi wasallam së bashku me ta shkoi në rrëz të malit. चले गए Ndërkohë erdhi Ebu Sufjani, तो अबू सुफियान krye komandanti i ushtrisë së mohuesve dhe thiri me zë të lartë, ने मोहम्मद ne e vram Muhamedit. रसूलुल्लाह Profeti nuk ju përgjigj. अबू सुफियान की बात Nga droja se armiku nëse zbulonte të vërtetën, do ta sulmonte përsëri muslimanët e plagosur sërish, do të bëheshin gjahu i tij. Kur nuk shkoi asnjë përgjigje nga ushtria islame, अपनी हालत में है Ebu Sufjani कि वो दोबारा हमला बर्दाश्त besoi नहीं कर सकेंगे se mendimi i tij ishte i vërtet. दुश्मन के हमले का शिकार हो जाएंगे Pastaj ai जब इस्लामी लश्कर përsëri से इस बात पर thiri कोई me जवाब zë न të था, lartë. तो अबू सुफियान को यकीन हो गया कि इसका E vram edhe Ebu Bekrin. उसने बहुत जोर से आवाज देकर कहा हमने Profeti अबू बकर को sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi edhe Ebu Bekrin që të mos i përgjigjej. कि कोई जवाब न दें Pastaj Ebu Sufjani tha, हमने उमर को e vram edhe Umerin. तब हज़रत उमर Umeri को बहुत ishte një njeri i flakt dhe इसके जवाब में donte ti उन्होंने përgjigje कहना se me bekimin e Zotit ishin mirë dhe ishin gati për të luftuar edhe një herë, por profeti sallallahu alaihi wasallam चाहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम e ndaloi edhe atë duke i thënë që të mos i fuste në vështirësi muslimanët e tjerë. कमजोरी की हालत है Pra në atë situatë të jetë të brisht, nëse armiku do të sulmonte sërish ushtria muslimane, do të përballej me humbje të mëdha. Mohuesit tashmë ishin të bindur që kishin vrarë themeluesin e Islamit, krahun e tij të djathtë dhe atë të majt. अबू सुफियान Nga gëzimi Ebu Sufjani dhe shokët e tij lëshuan parullën लगाया Ulu Hubul, Ulu Hubul. ओ लो हुबल Lavdi i qoftë idhullit Hubul, बुलंद हो lavdi i qoftë idhullit Hubul, खात्मा कर दिया që sot e azgjësoi Islamin, mendonte ai. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Profeti Muhammed sallallahu alaihi जो wasallam, अपनी मौत के ऐलान që deri në atë çast kishte heshtur e madje i kishte ndaluar të flisnin edhe Ebu Bekrin dhe Umerin, në mënyrë që ata pak musliman të lënduar që kishin mbetur të mos martirizoheshin nga kjo parull e mohuesve, उनके हाथ nuk e përmbajti veten dhe me zë të lartë u kërkoi sahabëve, शिर्क का नारा pse nuk po i përgjigjeni? तो आपकी रूह बेताब हो गई Ata thanë, आपने नहाए जोश si से ti साहबा përgjigjemi, को देखकर o फरमाया, i dërguari i Allahut. तुम लोग जवाब सल्लल्लाहु नहीं अलैहि देते साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या कहें फरमाया कहो Për t'u treguar se ata po gënjenin dhe lavdia nuk i takon të Hubulit, profeti i urdhëroi që të thërrisnin. Allahu ala wajal, Allahu ala wajal. Allahu është më i larti dhe më i nderuari. Allahu është më i larti dhe më i nderuari. और
और इस तरह Në këtë mënyrë, profeti sallallahu alaihi wasallam ia dha armikut lajmin që ai ishte ende gjallë. Kjo përgjigje kryelartë dhe guximshme ndikoi kaq fort në zemrat e mohuesve, saqë ata mbetën të shtangur कि उनकी उम्मीदें इस जवाब से dhe shpresat e tyre u rrëzuan për një herë. बावजूद इसके Edhe pse para tyre ishte një grusht muslimanësh të lënduar e të dërmuar, हमला të cilët logjikisht mund të vriteshin fare lehtë, से बिल्कुल मुमकिन था ata nuk e morën dot guximin. जरूरत न कर सके जिस कदर फतह Të kënaqur nga aq fitore që kishin marrë, ata u kthyen potërshëm në Mekë. आप सल्लल्लाहु Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për shkak të dashurisë së tij të thellë për Allahun, nuk lejonte që në asnjë rrethant të shfaqej qoftë edhe hija më e vogël e shirkut. Në një transmetim thuhet se Hazrat Ibn Abbas i refen se një person i tha profetit, si të doj Allahu dhe si të duash ti. Profeti sallallahu alaihi wasallam reagoi me njëherë dhe tha, më pas ke barazuar mua me Allahun? कि यूं कहो कि जो Pastaj shtoi, thuaj, si të doj vetëm Allahu. शिर्क का Pra nuk duhet të lejohet as edhe një nuancë e vogël e shirkut. Disa njerëz nga padituria përdorin shprehje të tilla se si çfarë të dojë Allahu dhe ti, ndërkohë që kjo formë shprehje është e gabuar. Po, mund të thuhet se çfarë të dojë Allahu dhe se me bekimin e Allahut dhe me lutje mund të ketë këtë bekim. Pra, sepse kjo hyn në kufit e lutjes, por të thuash çfarë të duash ti është gabim, sepse vetë profeti sallallahu alajhi wasallam e ka kundërshtuar këtë me ashpërsi. Një shqetësim i vazhdueshëm i profetit ishte që njerëzit të mos i shndronin varret në vende adhurimi. Fatkeqësisht sot shohim se ndodh e kundërta. Disa musliman shkojnë te varret e shenjtorëve në Sonja dhe fekirëve, bëjnë sejdë dhe i vlerësojnë ato si vende adhurimi. Ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar qartë shndrimin e varreve në vende adhurimi. Hazrat Aisha radhiyallahu anha refen se profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë sëmundjes së fundit, në të cilën edhe ndroi jetë, pra në momentet e fundit të tij, tha: Allahu e mallkoft hebrejnë dhe të krishterët sepse ata i shndruan varret e profetëve të tyre në faltore. Hazrat Aisha thot, sikur profeti të mos e kishte thënë këtë paralajmërim, varri i tij do të ishte lënë i hapur, por kam frikë se njerëzit do ta shndrojnë atë në faltore. Për këtë arsye, nuk ka asnjë vend të hapur atje. Pra, për këtë arsye u morën masa që të mos ndoste kjo. Edhe sot, autoritetet kanë vendosur rrethime nga bariera për të parandaluar çdo formë shirku. Të paktën këtë punë ata e kanë bërë saktë, sepse profeti kishte urrëtie të thellë ndaj shirkut. Ka një transmetim tjetër që shpalos njëshmërinë e Allahut. Hazrat Ibn Abi Ka'bi refen se idhujtarët i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam: na trego preardhjen tënd, preardhjen e Zotit tënd. Atëherë Allahu shpalli: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dhe të thuaj, Allahu, pra ai është Allahu i vetmi, Allahu është i pavaruri, ai nuk ka lindur dhe as nuk është i lindur, sepse çdo gjë që lind vdes, dhe çdo gjë që vdes ka trashëgimtar, ndërsa Allahu i lartësuar nuk vdes, nuk ka trashëgimtar dhe nuk ka asnjë të barabartë me të. Rëfimtari thot, nuk ka asgjë të ngjashme me Allahun, as të barabartë dhe as të krahasueshme me të. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk linte asnjë rast pa përmendur dhe pa e theksuar njëshmërinë e Allahut. Nga çdo fjalë e tij pikonte dashuria për Allah. Çdo situatë, çdo shprehje e tij tregonte se zemra e tij ishte e mbushur plot me dashurinë e Allahut dhe se aty nuk kishte vend për asgjë tjetër. Hazrat Zaid bin Khalid Juhni radhiyallahu anhu refen se pas një shiu që ra natën në Hudejbia, profeti sallallahu alaihi wasallam u fali njerëzve namazin e sabahut, pra e drejtoi namazin për ta. Pasi e përfundoi namazin, u kthye nga njerëzit dhe tha: a e dini çfarë ka thënë Zoti juaj? Allahu a di njerëzve gjendjen e zemrës, mund të kishin krijuar mendime të ndryshme duke parë shiun, andaj Allahu ja tregoi të dërguarit të tij. Dhe duke ju përgjigjur pyetjes së profetit, njerëzit thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Profeti tha:
Allahu thot, कि मेरे बंदों में disa prej robërve të mi u zgjuan si besimtar ndaj meje, आने वाले थे, ndërsa disa të tjerë si mohues. यानी लोगों में बाद ऐसे थे Ai shpjegoi देखकर se ata që thanë në rashi me bekimin dhe mëshirën e Allahut janë besimtar. कि हम पर Ndaj के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई, pra janë besimtar ndaj Allahut dhe mohues të yjeve. Ndërsa ata që thanë rashi për shkak të filan ylli janë mohues ndaj Allahut dhe besimtar ndaj yjeve. ईमान लाने वाले हैं जैसे कि हमने कहा, और सितारों का इनकार करने वाले हैं. उस जमाने में Në atë kohë, adhurimi i yjeve ishte i përhapur लोग मुशरिक इस तरह dhe disa njerëz për shkak të edukimit të mangët तारे की वजह से आज e lidhnin shiun me yjet. बस जिसने कहा कश्तू- आज सितारों की वजह से बारिश हुई है, वो मेरा इनकार करने वाले हैं और सितारे पर ईमान लाने वाले हैं. Kështu Allahu i Madhërisëm i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, जिस तरह ashtu तू si खुदा ti ताला e की kupton më së miri भलाई njëshmërinë e Allahut, mësojua edhe besimtarëve të tu se me çfarë hollësie ata duhet ta pranojnë njëshmërinë e tij në çdo çështje, करना चाहिए. të kenë besim dhe bindje të thellë për njëshmërinë e tij. Hazrat Jabiri radhiyallahu anhu transmeton se një njeri erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti, और अर्ज किया, o i dërguari i Allahut, जन्नत cilat janë dy gjëra को वाजिब करने që e bëjnë të detyrueshme xhenetin dhe xhenemin? फरमाया, Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, हुआ ai që vdes duke mos barazuar asgjë me Allahun, वो जन्नत में दाखिल do të hyjë në xhenet. और जो Ndërsa ai që vdes duke barazuar diçka me Allahun, का शरीक बनाता do të hyjë në zjarr. दाखिल होगा. बस Kjo përgjigje është e mjaftueshme edhe sot ये जवाब काफी për çdo që pyet se çfarë është shirku. जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka shpjeguar se shirku nuk është vetëm adhurimi i hapur i dikujt tjetër përveç Allahut, por edhe mbështetja e tepruar në shkaqe, mbështetja në vetvete, mbështetja në aftësitë personale, mbështetja në pasuri, mbështetja në familje, fis apo fëmijë. Çdo gjë në të cilën njeriu mbështetet duke e lënë Allahun në plan të dytë dhe mbështetet pa e përmendur Allahun, përbën shirk. से हमें अपना Prandaj duhet të bëjmë vazhdimisht vetë analizë që të mbrohemi nga shirku dhe të forcojmë dashurinë për Allahun në zemrat tona. फिर मजीद बारीकी से एक जगह Profeti sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi me detaje shirkun diku tjetër बयान करते हैं. në një transmetim Mahmud bin Lebidi i Rafen se profeti sallallahu alaihi wasallam tha, gjëja për të cilën kam më shumë frikë për ju është shirku i vogël. साहबा ने Sahabët pyetën, o i dërguari i Allahut, शिर्क çfarë është shirku i vogël? चीज़ है. आप Ai ने फरमाया u përgjigj, रिया. të bësh diçka për të dukur, के दिन अल्लाह ताला pra për sy faqe të botës. के लिए तुम Në ditën e gjykimit, Allahu do të thotë, shkoni tek ata për të cilët bënit veprat tuaja në dynja बदला मिलता है dhe shikoni nëse do të gjeni ndonjë shpërblim prej tyre. बस काम तो फिर उनसे बदला लो. Veprat e bëra për të dukur, për të kënaqur njerëzit dhe jo Allahun, janë thellësisht të urryera nga Allahu, sepse ato nuk burojnë nga sinqeriteti dhe dashuria për të. Prandaj, बल्कि दिखावे के लिए edhe ne duhet të bëjmë vetë kontroll të thellë इस गहराई से në këtë mënyrë mbi veprat tona, sepse në botën tjetër अगले जहान nuk do të na vlejë asnjë ndërmjetësim i rrem. इस तरह काम नहीं आएगा. अल्लाह ताला का फजल ही है. Ajo që ka vlerë është vetëm bekimi i Allahut, ndjekja e sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, bindja dhe pasimi i tij, ताबियत ही असल काम आने वाली sepse vetë Allahu ka है. thënë, अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है खुद. fattabi'uni फरमाया है. yuhibbukumullah. युहिब्बुकुमुल्लाह. Pra, Allahu e urdhëroi profetin të deklaroje, कह दो më ndiqni mua që Allahu t'ju dojë ju. मोहब्बत करेगा. फिर एक हदीस में आता है हज़रत अबू हुरैरा Në një hadith transmetohet nga Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ने फरमाया Allahu i Madhërisëm ka marrë përsipër उस शख्स के për atë person që del në rrugën e tij se ose do ta kthej atë me shpërblimin जो उसने dhe me plaçkën e luftës që ka fituar, ose do ta fusë në xhenet, me kushtin që atë e ka nxjerrë për xhihad, besimin ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarve të और tij. मेरे रसूलों की तस्दीक ने ही उसे जिहाद के लिए निकाला हो. Pra, ये शर्त ky është kushti që robi të bëj
gjihad dhe përpjekje për shkak të besimit të fortë në Allah dhe në të dërguarit e tij. Pastaj profeti tha: "Nëse nuk do të kisha frikë se do ta rëndoja ummetin tim, do të shkoja me çdo njësi ushtarake. Dëshira ime është që të vritem në rrugën e Allahut, pastaj të ringjallem, pastaj të vritem përsëri, pastaj të ringjallem dhe pastaj të vritem sërish." Pra kështu i dërguari i Allahut ka shprehur hapur dëshirën e tij të thellë për sakrificë në rrugën e Allahut. Në shpjegimin e këtij hadithi, Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib shkruan fjalët që profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Laula ana shuqqa ala ummati", domethënë sikur të mos kisha frikë se do ta rëndoja ummetin tim, do ta bëja kështu. Tregojnë këto fjalë thot, tregojnë se ai tashmë e dinte shumë mirë se sahabët kishin një dëshirë jashtëzakonisht të madhe për ta ndjekur atë në çdo gjë. Shumica e tyre kishin etje të thellë për ta imituar, për ta pasuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Në modelin e tij, në shembullin e tij të përkryer kishte një forcë të tillë tërheqëse dhe ndikimi saqë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam duhej të tregonte kujdes në veprat e tij, që ato të mos merrnin një formë të tillë që ta avinte ummetin në vështirësi dhe ngarkesë të tepërt. Nëse ai do ta bënte çdo gjë detyrim, ummeti do të binte në vështirësi. Prandaj ai tha se nganjëherë nuk vepronte në një mënyrë të caktuar vetëm për të mos i rënduar ummetin. Sayyid Waliullah Shah Sahibi shkruan mëtej se dashuria e profetit për Allahun ishte jashtëzakonshme, madje edhe kundërshtarët e tij e përmendnin këtë dashuri me shprehjen Ashiqa Muhammadun Rabba. Muhamedi ka rënë në dashuri me Zotin e tij, por krahas kësaj dashurie, ai kishte edhe një kontroll të plot mbi veten dhe arsyen. Arsyeja nuk e la asnjëherë vetëm. Kjo përmban një mësim të madh për ata që në veprat e tyre bien në teprime. Të ecësh verbërisht pas emocioneve nuk është as shenjë imani të përsosur dhe as ndonjë virtyt i lartë. Disa njerëz thonë, ne kemi ndjeshmëri fetare, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë. Por Allahu është i matur dhe i pëlqejnë gjërat që qëndrojnë në rrugën e mesme. Pikërisht kjo rrugë e mesme është kulmi i mirësisë, sepse në të ka luftë me nefsin. Kështu, këtu bashkohen edhe dashuria për Allahun, edhe përpjekja kundër nefsit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shembullin e tij na tregoi një rrugë ku dashuria për Allahun është në kulm. Dëshirat e tij gjithashtu janë në kulm. Ndjenja e sakrificës gjithashtu është në kulm, por njëkohësisht ka edhe arsye, maturi dhe ekuilibër, sepse edhe kjo është urdhri i Allahut. Në një transmetim tjetër thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam e urrente marrjen e ndihmës nga idhujtarët. Hazrat Aisha radhiyallahu anha, bashortja e tij e bekuar, rëfen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli drejt Bedrit, pra për betejën e Bedrit, dhe arriti në Harratul Kubra, rreth 3 milje në perëndim të Medinës. U takua me një burr të njohur për guximin dhe trimërinë e tij. Kur sahabët e pan, u gëzuan duke menduar se ai do të bashkohej me ta në luftë. Ai i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Kam ardhur të shkoj me ty, të marr pjesë dhe të të ndihmoj." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "A beson në Allah dhe në të dërguarin e tij?" "Jo," ai u përgjigj. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Kthehu, sepse unë nuk marr ndihmë nga një idhujtar." Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon se ai u largua, por më pas kur arritën te Shajara, një vend rreth 7 milje nga Medina, pranë Dhul Hulejfes, aty ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lidhte ihramin, ai erdhi përsëri. Pra ai njeri trim erdhi përsëri dhe tha të njëjtën gjë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha sërish: "Kthehu, sepse unë nuk marr ndihmë nga një idhujtar." Pastaj ai u kthye edhe një herë dhe takoi profetin sallallahu alaihi wasallam në Beida, përtej Dhul Hulejfes, në rrugën mes Mekës dhe Medinës. Edhe aty profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti në të njëjtën mënyrë siç e pyeti më përpara: "A beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij?" Katëherë ai tha: "Po."
तो रसूलुल्लाह Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Atëherë eja, tani mund të vish me mua." बस जैसे भी हालात हों Kjo tregon se në çdo rrethon, dashuria dhe ndeshmëria dhe ndjeshmëria ndaj Allahut nuk e lejonte që të merret ndihmë nga një idhujtar, sidomos për një çështje që bëhet krejtësisht për pëlqimin e Allahut dhe për fenë e tij. Hazrat Muslim Audi radhiyallahu anhu, Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit, thotë: "Shikojeni të dërguarin e Allahut. कैसी मार्फत Çfarë njohje kishte për Allahun? Çfarë kujdesi tregonte dhe sa shumë i druhej Allahut. Edhe pse ai ishte njeriu më i përsosur, तमाम इंसानों से i pastër nga çdo lloj mëkati, dhe Allahu ishte mbrojtësi i tij. Megjithatë, ai gjithmonë i druhej Allahut. कुर्बान था, मगर बावजूद इस तकदीस और पाकीज़गी के ये हाल था कि हर वक्त अल्लाह ताला से खौफ रहते, Ai bënte mirësi mbi mirësi, आला से vepra pas veprash të larta, pa pushim. Çështja e mëkatit नेकी करते चले जाते as që mendohe fare për të. Megjithatë, शाइबा भी नहीं था इसका, duke marrë parasysh आला से आला अमाल बजाला, madhështinë हर वक्त dhe इबादत इलाही मशगूल pavarësinë e Allahut, डरते और बहुत डरते थे। ai e shihte veten gjithmonë të varur nga mëshira e tij dhe vazhdimisht bënte istighfar, pra i kërkonte falje Allahut dhe vazhdimisht bënte और pendes. उसके जलाल को देखते तो बारगाह समदियत Hazrat सब अमाल से दस्तबरदार Abu Huraira और इस radhiyallahu anhu और जब मौका होता transmeton तो तौबा se e ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thotë: "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra." बुखारी की Ky hadith është marrë nga Buhariu. E kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam kur tha: "Pasha Allahun, मैं दिन में unë kërkoj falje nga Allahu dhe kthehem me pendes tek ai më shumë se 70 herë në और ditë." इसकी तरफ झुक जाता हूँ। ये 70 लफ्ज भी जो है ये Në gjuhën arabe, numri 70 përdoret edhe për të shprehur shumësinë, pra shumë herë, pa numër. Dashuria e profetit sallallahu alaihi wasallam për Allahun ishte e tillë saqë gjuha e tij ishte gjithmonë e angazhuar në përmendjen e Allahut. Hazrat Aisha radhiyallahu anha rafen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun në çdo gjendje. जैसा कि Pra, siç tregojnë hadithet dhe siç e shpjegoi Hazrat Muslim Audi, që në çdo çast profeti e përmendte Allahun. Hazrat Samra bin Jundub कि नबी transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: तमाम 4 fjalë janë më të mirat nga të gjitha fjalët. Me të cilën do që të fillosh nuk ka dëm. ये बातें Ato अगर इनसे शुरू janë तो सबसे अफजल है। Subhanallah वाली बातें हैं e para, वो क्या है? नंबर 1 ये है सुभान अल्लाह, e dyta नंबर 2 Alhamdulillah, e treta La ilaha illallah, नंबर 4 dhe e katërta Allahu Ekber. Dhe me thënë i pastër nga çdo emet është Allahu. अल्लाह के लिए Lavdia është e Allahut. अल्लाह के सिवा Nuk कोई ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi. बस Këto fjalë janë burim bekimesh dhe mirësish, nëse njeriu i mban gjithmonë parasysh, रहे qoftë duke folur apo duke punuar. काम करते हुए भी इन चीज़ों को सामने रखे तो इनमें बरकत ही बरकत है। Hazrat Abdullah bin Bisr transmeton se një beduin i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Rregullat e Islamit dhe veprat e mira janë shumë për mua. Më trego diçka së cilës ti përmbahem fort." हो गई हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए Pra beduinët i bënin edhe pyetje të tilla profetit sallallahu alaihi दिया wasallam. करते थे। Profeti sallallahu alaihi wasallam तो आप ju përgjigj: उनमें से आप "Le të mbetet gjuha jote gjithmonë e angazhuar në përmendjen e Allahut." और इंतजाम कर लूं और इसी को ज़्यादातर किया करूं। Dhe tha: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जुबान "La को yazalu याद इलाही से lisanuka ratban अपनी जुबान को याद min इलाही से dhikrillahi azza wa jall." फरमाया Le të mbetet gjuha jote gjithmonë e angazhuar अज़्ज़ा व në përmendjen जल e Allahut. याद इलाही से तर रहे। फिर एक रिवायत Në një में आता है, transmetim tjetër thot Hazrat Jabiri rafen se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "Dhikri më i mirë është la ilaha illallah dhe lutja më e mirë është alhamdulillah."
Në një hadith tjetër, Hazrat Abu Umama transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Mua ofrua nga Allahu që lugina e Bethas në Mekë të shndrohej në ar, por ju luta, o Zoti im, më lër të jem një ditë i ngopur e një ditë i uritur. Kur të jem i uritur, do të lutem dhe do të përgjërohem ty. E kur të ushqehem dhe të ngopem, do të lavdëroj dhe do të falenderoj ty. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk deshi pasuri, por deshi një jetë në të cilën gjithmonë ta kujtonte Allahun. Të mos ndodhë që pasuria e tepërt të ta largonte nga përmendja e Allahut. Hazrat Mesiu premtuar Islam e ka shpjeguar se varfëria dhe thjeshtësia e jetës së profetit nuk ishin për shkak se Allahu nuk i kishte dhënë, përkundrazi. Allahu i kishte dhënë shumë, por për shkak të dashurisë dhe të përmendjes së vazhdueshme të Allahut, ai zgjodhi një jetë të thjeshtë. Megjithatë, ai nuk i mohonte mirësitë, hante edhe ushqime të mira, shijonte begatitë e lejuara dhe për këto e falenderonte Allahun. Në një transmetim tjetër thuhet se Hazrat Abu Bekra radhiyallahu anhu rafen se sa herë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ndoste diçka e gëzueshme ose i jepe ndonjë lajm i mirë, ai menjëherë binte në sejdë për të falendëruar Allahun. Falënderimi i vërtet i takon vetëm Allahut, dhe kjo është kërkesa e domosdoshme e dashurisë për të dhe adhurimit të tij, që robi sapo të përjetojë një mirësi apo gëzim të përkulet menjëherë para tij dhe të shpreh mirënjohjen atij. Hazrat Bara bin Azibi tregon se i dërguari i Allahut ka thënë: kur të shkosh në shtrat, merr abdes, ashtu siç merr abdes për namaz. Pastaj shtrihu në anën e djathtë dhe bëj këto lutje. Përkthimi i këtyre lutjeve është kjo: O Allah, ty të dorëzova veten time, nga ti e drejtova fytyrën time, te ti e solla çështjen time, te ti u mbështeta duke shpresuar e duke u drejtuar ndaj teje. Nuk ka stre dhe nuk ka shpëtim nga ti përveç teje. Besova në librin që ke zbritur dhe në profetin që ke dërguar. Profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi: nëse e lexon këtë lutje dhe atë natë ndron jetë, do të vdesësh me natyrën e pastër. Pastaj tha: bëj këto fjalët e tua të fundit. Transmetuesi thotë se ai tha: do t'i mësoj përmendsh këto fjalë dhe duke i përsëritur shtoi: wa bi rasulika alladhi arsalta, dhe në të dërguarin tënd që ke dërguar. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e korrigjoi dhe i tha: jo, thuaj kështu: wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dhe në profetin tënd që ke dërguar. Hazrat Muslim Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit, thot radhiyallahu anhu, thot: profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishte asnjëherë i pavëmendshëm ndaj vdekjes. Frika dhe madhërimi ndaj Allahut ishin aq të thella tek ai sa që çdo natë flinte me bindjen se ndoshta pikërisht atë natë do të vinte vdekja dhe do të duhej të paraqitej para Allahut. Prandaj ai jetonte si një udhëtar që pret trenin në çdo çast. Një njeri i tillë nuk përfshihet në punë që janë të vështira për t'u lënë, sepse mendon se treni mund të niset nga çasti në çast. Kështu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte gjithmonë gati për të shkuar tek i dashuri i tij. Çdo frym që kalonte, ai e shihte si rezultat të bekimit të Allahut dhe e mbante gjithmonë vdekjen parasyve. Hazrat Huzaifa radhiyallahu anhu rafen se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte shprehi që kur shtrihe në shtrat, vendoste dorën në faqe dhe thoshte: o Zoti im, me emrin tënd jetoj dhe me emrin tënd vdes. Kur zgjohej nga gjumi, thoshte: lavdia i takon Allahut që na ringjalli pas vdekjes sonë dhe tek ai është kthimi ynë. Nga kjo kuptohet se profeti sallallahu alaihi wasallam çdo natë para se të flinte e mbyllte llogarinë e veprave të tij dhe i lutej Allahut që
edhe nëse vdiste, jeta dhe vdekja e tij të ishin në emrin e tij. तो खुदा ताला के एहसान पर Kur zgjohej, falenderonte Allahun për mirësinë e tij, दुनिया से अलग हो चुका हूँ sepse nga ana e vet ai कि तूने e konsideronte veten të shkëputur nga kjo botë, ndërsa ringjalljen dhe vazhdimin e jetës e shite vetëm si bekim të Allahut. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर Ashtu siç kjo lutje dëshmon se ai e kujtonte vazhdimisht vdekjen, po ashtu dhe lutja pas zgjimit është dëshmi e sënitës gjë. अपनी जिंदगी की Një lutje tjetër जानते थे shfaqet qartë se profeti sallallahu alaihi wasallam e konsideronte çdo çast të jetës së tij si çastin e fundit. तगय्युर के लिए Kur shtrihej për të fjetur, ai e zgjidhte përfundimisht çështjen e tij me Allahun duke u bërë gati për çdo ndryshim. Hazrat Bara bin Azibi transmeton se kur profeti sallallahu alaihi wasallam shtrihej në shtrat, ai shtrihej në anën e djathtë dhe thoshte: "O Zoti im, unë ja dorëzoj shpirtin tim ty, तवज्जो तेरी तरफ फेरता हूँ मैं अपना मामला tërë vëmendjen time e kthe nga ti. और अपने आप को तेरी पनाह में Çështjen time e vendos në duart e tua dhe kërkoj streh tek ti. तो गुनाह से Pres të mirën nga ti dhe i druhem madhështisë dhe pavarësisë sate. ना कोई नजात Nuk ka streh dhe nuk ka shpëtim nga zemërimi yt përveç se duke kërkuar streh po tek ti. जो तूने नाज़िल Unë besoj në librin që ti ke zbritur dhe në të dërguarin që ti ke dërguar." Këtë lutje ai u mësoi edhe të tjerëve, खुद भी por vetë ishte shumë i rregullt në praktikumin e saj. और लिखते हैं Hazret Muslim Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu shkruan, tregtarët kur mbyllin dyqanet e tyre në darkë bëjnë llogarit për të parë fitimin dhe humbjen. उसे साफ Por kur vjen puna te llogaria me Allahun, shumë kush fle pa e pastruar atë, ऐसा बरगुज़ीदा वो इंसान pa e rregulluar atë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një njeri i zgjedhur, में लगा रहता nga mëngjesi deri në mbrëmje, ai ishte i angazhuar në përmbushjen e detyrave të Allahut. करता था Jo vetëm për veten e tij, por edhe duke e mbikëqyrur mirat e tjerë që të përmbushnin detyrimet e tyre ndaj Allahut. Megjithatë, तमाम para se të flinte, ai mbyllte syt ndaj të gjitha veprave dhe adhurimeve të tij dhe me përulësi të plotë qëndronte para Zotit të tij sikur të mos kishte bërë asgjë. और उस वक्त तक ना सोता Ai nuk flinte derisa të dorëzonte plotësisht shpirtin e tij në duart e Allahut, दुनिया derisa të shpallej i lirë nga dynjaja dhe gjithçka që ka ajo, dhe derisa të vendoste dorën e vet në dorën e Allahut. अनस Në një transmetim thuhet se Hazrat Enes bin Maliku को बयान करते हैं radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: सुबह की नमाज से लेकर "Të ulesh तलू होने तक me ata që përmendin Allahun nga namazi i sabahut deri në lindjen e diellit, është më i dashur për mua se sa të liroj 4 sklever nga pasardhësit e Hazrat Ismailit. Dhe të ulesh me ata që përmendin Allahun nga namazi i kindis deri në perëndimin e diellit, चार गुलामों के është më i dashur për mua se sa të liroj 4 sklever të tjerë." अल्लाह ताला से मोहब्बत Kjo tregon se për shkak të dashurisë për Allahun, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u jepte përparësi atyre që e duan Allahun dhe e përmendin atë, और उनकी गुलाम madje edhe ndaj pasardhësve të Hazrat Ismailit, ndaj të afërmve dhe farefisit të tij. नहीं हो सकती Skllavëria e njerëzve mund të durohet, por ndarja nga përmendja e Allahut nuk mund të durohet për të. Si është e mundur që aty ku përmendet Allahu, ku flitet për dashurinë e tij, ai të largohet nga ai kuvend? Sa më dështore është kjo dashuri hynore. मोहब्बत इलाही Një dashuri कि लोगों में भी që ai e mbolli të njerëzit dhe që vete kishte arritur në kulmin e saj. फिर अपने मानने वालों Pastaj, को करते duke i këshilluar pasuesit e tij që të qëndrojnë gjithmonë të zhytur në dashurinë dhe përmendjen e Allahut, ai tha: अल्लाह के नजदीक "Veprimi më i dashur tek Allahu është që vdekja jote इस हालत të të gjejt në atë gjendje që gjuha jote të jetë e angazhuar në përmendjen e Allahut." में आता है हज़रत अब्दुल Në një transmetim tjetër thuhet se Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: क्या "A t'ju tregoj për një vepër që është më e mirë nga të gjitha, më e pastra te Zoti juaj, पाकीज़ा है ajo që i ngrit më së shumti shkallët tuaja, pra gradat tuaja, dhe që është më e mirë për ju se sa të shpenzoni ardh e argjend, madje edhe më e mirë se sa të përballeni me armikun ku ju tu aprisni qafat atyre dhe ata tu apresin qafat juve, pra edhe në situatë kur ndeshësh fort me armikun në fushë betejë të cilën quaj xhihad nëse do, thot ka diçka shumë më të mirë se sa kjo. Sahabët e tij thanë: "Patjetër që po, o i dërguari i Allahut."
आजकल मुसलमान तो ये कहते हैं ना कि जिहाद सबसे अफजल है Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam tha, दुश्मन की तो kjo është përmendja e Allahut, për kujtimi e Allahut. Pra përmendja e Allahut është më e madhe se çdo lloj xhihadi. Sot fatkeqësisht disa njerëz e quajnë xhihad prerjen e qafave, madje jo të armiqve, por të vetë njerëzve të tyre, të muslimanëve, gjë që është mëkati më i madh. Ndërsa mësimi i vërtetë është ky që po përmendet këtu, që për kujtimi e Allahut është xhihadi më i madh se sa çdo xhihad tjetër. Sot njerëzit edhe e akuzojnë muslimanët për ekstremizëm, por ky është mësimi i Islamit. Hazrat Muaz bin Jabali radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka asgjë që ta shpëtojë njeriu nga dënimi i Allahut më shumë se përkujtimi ose përmendja e Allahut. Pra nëse ke ruajtur Allahun, nëse ke kujtuar Allahun, Allahu i madhrishëm të shpëton nga shumë dënime. Për shkak të dashurisë së tij për Allahun, përkujtimi i Allahut ishte gjëja më e dashur për profetin. Prandaj në një transmetim thuhet se Hazrat Abu Huraira refen se profeti ka thënë, nëse unë them subhanallah, i pastër është Allahu, alhamdulillah, të gjitha falënderimet janë për Allahun, la ilaha illallah, nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, dhe Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Kjo është më e dashur për mua se sa çdo gjë mbi të cilën lind dielli. Kjo ishte ndjenja e dashurisë hyjnore e profetit sallallahu alaihi wasallam, që as edhe në çastet e fundit të jetës, në gjuhën e bekuar të profetit, pra sa edhe në çastet e fundit të jetës në gjuhën e profetit ishte emri i të dashurit të vërtet. Për këtë arsye Hazrat Aisha tregon se profeti thoshte në gjendje shëndeti se asnjë profet nuk vdes pa e parë më parë vendin e tij në xhenet. Pastaj atij i jepet zgjedhja, pra Allahu atij i jep të zgjedh. Pra Hazrat Aisha tha se këtë profeti e tha në kohën kur gëzonte shëndet. Pastaj ajo thot, kur ju afrua koha e vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, koka e tij e bekuar ishte mbi kofshën time, ai humbi ndjenja për një çast. Pastaj u përmend, ngriti shikimin nga çatia e shtëpisë dhe tha, Allahumma ar-rafiq al-a'la, o Allah, miku im më i madh. Ajo thot, e kuptova se tani ai nuk do të na zgjidhte më ne, por Allahun. E kuptova se kjo ishte ajo për të cilën na kishte folur më parë në kohën kur ishte mirë me shëndet. Zgjedhja tani ishte dhënë, por ai po zgjidhte Allahun. Hazrat Aisha tregon se fjalët e fundit që profeti shqiptoi ishin, Allahumma ar-rafiq al-a'la, o Allah, miku im më i madh. Në një vend tjetër Hazrat Aisha thot, një nga mirësitë e Allahut për mua është se i dërguari i Allahut ndroi jetë në shtëpinë time, në ditën time, mes kraharorit tim dhe kockës sime të qafes, dhe se Allahu bashkoi pështymen time me pështymen e tij në çastin e vdekjes. Ajo shpjegon që Abdurrahmani erdhi me një misvak në dorë, ndërsa unë po e mbështesja profetin sallallahu alaihi wasallam, vula re se ai po e shikonte misvakun. Dhe duke ditur se atij i pëlqente misvaku, i thash, "Ata marr për ty." Ai bëri shenjë me kokë se po. Ja dhash, por ai e ndjeu fort. "Ata zbus për ty," i thash. Ai përsëri bëri shenjë me kokë që po. E zbuta dhe ja dhash. Pra Hazrat Aisha e futi në gojë dhe e zbuti misvakun, pastaj ja dha profetit. Para ti kishte një enë me ujë të vogël ose të madhe, rrëfimtari nuk e ka të sigurt për masat e enës, sidoqoftë. Ai e fuste dorën në ujë, e fërkonte fytyrën e tij të bekuar dhe thoshte, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin." Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Vërtet, vdekja i ka vështirësitë e veta. Pastaj ngriti dorën dhe tha, "Fir rafiq al-a'la", te miku im më i madh. Më pas dora e tij ra dhe ai ndroi jetë. Hazrat Mesih ibn al-Islam thotë, Allahu i madhrishëm i kishte dhënë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam zgjedhjen në çastet e fundit. Nëse dëshiron, qëndron në botë. Nëse dëshiron, kthehu tek unë. E profeti sallallahu alaihi wasallam ju lut, o Zoti im, dua të vi tek ti. E fjalët e fundit me të cilët shpirti i tij i pastër u nda ishin, pikërisht këto, bir rafiq al-a'la, që thoshte, nuk dua të qëndroj më këtu, dua të shkoj te Zoti im.
Kështu ai u paraqit para Allahut të Madhërisëm. Pra, Allahu i kishte dhënë që të zgjidhte dhe ai zgjodhi Allahun. Kështu ai u paraqit para Allahut të Madhërisëm. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر